zakonisht në përgjithësi njerëzit përdorin edhe hudrën për uljen e tensionit. A është e rekomandueshme? Në recetën dhe në ushqimin e përditshëm, sigurisht që hudra ka vlerat e veta ushqyese, por nuk mendojmë që hudra do na shërojë tensionin, se është pak e egzageruar. Ne do ushqehemi aq sa ka vlerë trupi ynë. Çdo gjë e tepër sigurisht që nuk na ndihmon. Gjej rastin të them që hipertensioni, nëse nuk menaxhohet mirë me shtimin e aktivitetit fizik, duhet që çdo individ të bëjë 150 minuta në javë deri 300, kjo varet sipas aftësisë së vet ushqimore, sepse njerëz të ndryshëm mund të bëjnë aktivitet të ndryshëm sportiv, kështu që të individët të cilët nuk e mirë menaxhojnë me mirë ushqyerjen, me aktivitetin fizik dhe mirë menaxhimin e stresit, dhe kjo është një pikë shumë e fortë, sepse një stres kronik i vazhdueshëm sigurisht që do na mbajë vlera të larta të presionit arterial, të gjithë këto individ që bëjnë këtë dhe nuk arrin të arrin shifrat optimale, sigurisht pa diskutim që duhet të marrin mjekim.